frikë për gjykimin e një ndeshje? Frika tifozët, frika presionet, frika ndonjë ndërhyrje. Frikë nuk do të thosha dhe faleminderit për pyetjen, sepse këtu dua të ngulmoj shumë gjatë dhe edhe arbitrat që e rinj që duan të afrohen pra, nëse ke frikë vlla, mos i hyr fare kësaj pune. Nuk ka frikë, unë personalisht nuk kam pas asnjëherë frikë. Tani ka pas presion, po patjetër që ka pas. Edhe kjo që thoni ju ke ndeshjet Atletikos brenda do të thënë presion ka. Presionin e ke. Pastaj është aftësia e arbitrit për ta menaxhuar këtë presion. Mendoj që nuk kanë frikë arbitrat, ose nuk duhet të kenë. Se çu pa pastaj po patë frikë. Aty është arbitri, ke sigurinë, ke policinë, o vlla, vazhdo. Ka një gjë tjetër, kam fal. Ka një gjë tjetër që ore, nëse ti vazhdon arbitron, merr vendime të sakta, nga se do kesh frikë. Ti për këtë punë je. Presion ka, por frikë. Ore, tu në Shqipëri, tani jam dakord me ty unë, po tu në Shqipëri është halli që kur jep vendime të sakta, prapë si pranojnë njerëzit ore. Madje që krau tani, jo për gjë, delti në studio të shpjegon një orë me rregullore si është dhe nuk e pranojnë prapë. Jo, shumë mirë dhe kjo pyetje, sepse kam pasur raste në fillim të sezonit jam masakruar në rrjetet sociale. Për një rast. Dhe kur kemi ardhur në javën e 30 për të njëjtin rast, ose kemi pas 3 raste me të njëjtin standard dhe kam bërë të njëjtin standard. Tu tani njerëzit janë në rregull. Ekipet janë në rregull, këto janë interpretimet rregullore. Bravo të shoh. Se tu do ja dile se unë personalisht ty të masakrova personalisht si tifoz në derbin Tirana Partizani. Topi me Dori aty mbrojtësi Kresi që ishte. Thash, ore çfarë thot ky? Dora këtu, tëri. Pastaj thash, ore prit, do pyes dhe 2-3 arbitra që janë të huaj, jo shqiptar, por nuk dikoheshin. Dhe më tha nuk është penalti gjatë bot. Op tash unë, man thoi ndjetron. Pas ka pas të drejtë. Shika komentin. Kështu si juve, kam pas dhe diskutim me shumë njerëz janë të nxehtë për momentin. Janë të nxehtë. Biles të tregoj një histori me një personazh që mbas ndeshjes i them je i nxehtë. Do të them të vërtetën tani dhe do më marrësh të njëjtën telefon që je i qetë. Dhe do më thoj që kishte drejt. Jo, po më gënje, po mbron arbitër. Po vllai tash rregullori është kështu. Ti pastaj mendoj si duar. Të njëjtën kam marrë kishte drejt. Më gënjejnë këta. Ore, ata nuk të gënjejnë, po është nxehtësia mbas ndeshjes. Impakti i parë, njerëzit nuk e pranojnë dot, sido që të jetë. Por pastaj kur e shikojnë, kur i thrasin logjikës për atë rregullore që unë shpjegoj ose që unë thjesht e shpjegoj se rregullori është aty. Dhe kur shikojnë ndeshje të tjera që i njëjti rast nuk është dhënë ndeshje Europe. Po pra ese. Aty pastaj bie çdo gjë. Po se më pikërisht pyeta një ndërkombëtar, tha nuk është penalti, thash what the fuck. Ti ke kaluar nga arbitër, ke kaluar vëzhgues edhe movelis po them. Çfarë ndryshon? Si është roli i arbitrit tani që është nga jashtë? Se ndryshon kur je jashtë, kur je vet aty. E para fare ndryshon adrenalina. Nuk ke vendimarrje. Pra vetëm sheh. Arbitri vlla ka vendimarrje, i bie bilbilit, je penaltin. Ti aty e ul si zotni thu kjo është kjo sa. E shkruan aty te bloku. E dyta është pjesa e qetësisë që ti je ulur dhe ke kohë për të përgatitur rregullorin ose vendimarrjen që bën arbitri. Ke kohë të përgatitesh. Pra, e shikon rastin e kthen, arbitri vetëm një herë shikon. Arbitri ti ke 2 mbrojtësa, fap të kalojnë këtu kaq. E pengoj se pengoj. Prandaj duhet vendoset saktë pozicionet, saktë gjekën në dur. Dhe ky është ndryshimi, pra adrenalina, po ka edhe diçka tjetër, që arbitri e kalon këtë pjesën e fushës me vrapim, se vjen rasti tjetër dhe nuk mund ta mbaj mendjen, se vjen rasti tjetër shumë shpejt. Po. Ndërsa unë jam i detyruar ta hap, ta shikoj videon, ta kthej, sepse duhet të jem sa më korrekt me arbitrat vetë dhe pastaj edhe me publikun. Pra për arbitrin është rritet maksimum dhe s'bëhet pastaj, pra e kalon kurse ti do jesh një traçën, po do jesh më larg në ndjekjen e gjës. Je i detyruar sepse kur ke krijuar një besim në opinionin publik nëpërmjet gjërave që kemi 3 vjet që i themi dhe nëpërmjet rregullores, je i detyruar pastaj vetvetiu që të mbash të njëjtën linjë se s'ke ku të vesh pastaj. Tani më që jemi këtë tema më violistit, rastisi përsërisht jam një tifoz, e ndjek këto. Rastisi ndeshja Elbasani Partizani. Po. Ishte offside i dytë i skandalit. Ti shpenzove diku të gjysmore lojë duke shpjeguar rregulloren. Tani pyetja është kjo. Sa shumë paguro të shëja që mbasi të nxef ju i gjerë të aq shumë dhe nuk të dëgjonte justifikim atë argumentin tënd, prapë vazhdon të jesh aty. Jo, absolutisht. Sa ishte momenti më i sikletshëm i mundshëm. Pra e pash që edhe ti u mërzites sepse ishte moment që ti shpjegove gjithçka dhe Gerta prapë nuk pranonte për atë fjalimin tënd dhe rrite me të vetën. Jo, shiko, ka një gjë.
Hygerta është shumë profesioniste në profesionin e vet, në drejtime me radhë, nuk e humbet asnjëherë. Por presioni është gjithmonë te mua. Çfarë do them unë tani sepse është pjesa e misionit, e korrekcisë me RTS-n, e korrekcisë me klubet dhe okay, shpjegimi rregullores këtu është ka interpretim pra. Ka interpretim. Hygerta është shumë profesional. Unë nuk i them dot gjë Hygertës për pjesën e studios, por për pjesën e fushës pastaj, aty unë kam qenë vetë, kam prekur vetë desi futbollist dhe këtu e kam unë interpretimin. Gjithsesi, u mërzita ti, se nuk i fol ti tani. Jo, nuk, shikoj. Nuk është u mërzita, problemi është që Hygerta ka punën e saj, unë kam punën time dhe nuk i kalojmë asnjëherë saqet me njëri tjetrin. Tani okay, të tha që ne gjithmonë kemi qenë okay. Edhe aty direkt mbas asaj kemi qenë okay. U zbuta. Fakti është që nga gjithë shpjegimet që ka bërë interpretimet të sakta rregullore, momenti më viral, më i njohur është kur Gjergj Stefa thotë që portieri bie me dorë mbrojtësi. Aty është per pastaj, ajo ishte se edhe aty ishte e njëjta situatë, unë shpjegova dhe Gjergj tani ajo është per. Edhe tani si ta shpjegoj prapë në fillim, e shtrëngova kollarun dhe vazhdova të tjetër prapë. Tani me që jemi më e bukur ishte që ishte dhe Juli, do qeshi Redi i pari. Po. Pastaj qeshi dhe Juli ne kisha përballë. Ajo ishte pastaj. Ajo ishte hyrat e roli i arbitrit që duhet të Gjergj vetë na ka shpjeguar momentin këtu, ka thënë që unë vetë nuk e kuptova çfarë po thoja. Po mundosha të tregoja si shmendoja. Po çato, Gjergj është një gazetar shumë i vjetër. Tani, këtë sezon rësia, me që jemi tek faza Final Four, këtë sezon rësia e Final Fourit është fakti që duke pranoj që do të ketë vetëm arbitra shqiptarë, ndryshe nga 2 sezone më herët ku kishin Taylorin dhe Marcinjakun. Ti që je pjesë shumë e rëndësishme e arbitrimit dhe futbollit në Shqipëri, si e sheh televizin që do i besohen 100% arbitrave shqiptar? Kjo është vendimarrje shumë e drejtë, them unë. Këtë vit nuk ka finale. Pra nuk ka ndeshje finale. Është kampionat. Sistemi VAR është aty, arbitrat, unë vazhdoj e them dhe në RTS e them çdo javë që arbitrat e kanë kapur me shumë lehtësi Final Fourin. Ndryshe nga ekipet, pra kanë pas vendimarrje të gabuara, por në 80% të rasteve kanë qenë të sakta. Kështu që është zgjedhja e dur, mendoj unë. Tani, si një pjesë shumë e rëndësishme e arbitrimit në Shqipëri dhe e futbollit, dua një mendim, sepse shumë trumpetohet barazia gjinore. Dua një mendim dhe një të dhënë, pra si e ke parë paraqitjen e Manuela Rusës, duke qenë se është vetëm kryesore femër të bandit shqiptar këtë sezon. Dhe a kemi interes nga arbitret, në elitën e futbollit? Në elitën. Dhe a kemi interes nga femrat të tjera për të shtuar si arbitre në futboll, qoftë kryesore, qoftë anësore? Si po shkon? Shumë mirë, dhe përfitoj edhe nga emisioni juaj për të bërë dhe një thirrje që të gjitha vajzat janë të mirëpritura për të bërë arbitre. Ta shikojnë dhe nga ana e asaj që unë thash më para që ajo adrenalina, po ta shikojnë dhe nga ana e përfitimit social dhe nga ana e përfitimit monetar, sepse nuk është goxha mirë. Po edhe na zbukurojnë pak futbollin, se të bukur janë kinga, ylle janë gjitha. Për sa i përket anës teknike, unë kam informacion që janë 24 vajza arbitre dhe asistente për të gjitha kategoritë. Numri mirë, mendimin e sistemit VAR ka pasur polemika, por dhe janë shuar këto vendimet edhe të gabuara dhe të sakta. Rusa nuk vajti vite tani, që është në elitën e futbollit. Gjithsesi, skuadrat niveli është rritur shumë dhe vendimarrjet janë të vështira dhe shiko ka ca raste në arbitrim, jo vetëm për vajzat, por edhe për djemt që është ajo, ata janë të pozicionuar shumë mirë, janë aty. Por këndi shikimit nuk merr vendimin e saktë. Pra, aty pastaj ndryshon vari që të jep këndin e saktë të shikimit.